Një 26 vjeçar u ekstradua nga Italia i akuzuar për tentativë vrasje. Ngjarja ndodhur në muajin prill 2024 në fshatin Baks të Velipojës. Në vijim të bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Romës, me objektiv lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e shtetasve të kërkuar ndërkombëtarisht për llogaritë Shqipërisë dhe të Italisë për vepra të ndryshme penale, në kuadër të operacionit The Wanted u finalizua procedura ekstradimit në Shqipëri të 26 vjeçarit Kristian Lulaj, lindur në Shkodër. 26 vjeçari ishte në kërkim pasi në maj në 2025-s gjykata e Shkodrës i ka caktuar masën e sigurisë së arrestit me burg për veprat penale, vrasje me dashje mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit. Me datën 2 prill 2024, ky shtetas ka plagosur me armëzjarri shtetasin me inicialet EP në fshatin Baks të Velipojës. Vijojnë tashmë procedurat për t'u dorëzuar drejtësisë ku ky shtetas do të përgjigjet për akuzat e ngritura ndaj tij.